mjedisi sipas parashikimeve do jetë shumë më larg edhe më shumë punë se asaj drejtësisë. Po nuk e meritojmë se ne në Shqipëri neve rrugën e ngushtojmë për të marrë bache për ndërtuar ndërtese, ndërsa në botë bamirësia njihet duke zgjeruar rrugën. Pra, duke dhënë nga toka jote ti që të zgjerohet rruga që t'i shkërbejë të gjithë qytetarëve. Pra neve për interesat ngushta e ngushtojmë rrugën piratisht, e privatizojmë dhe pastaj s'kemi trotuare në qytetet tona, s'kemi rrugë të rregullta në qytetet tona, pa folur se si e dobët e asfaltit, edhe pse bitumi i Selenicës shtrohen gjithë rrugët e Europës me bitumin e Selenicës, ndërsa asfaltet tona nuk shtrohen me bitumin e Selenicës, po me bitum të eksportuar nga Bangladeshi. Duhet ta dini edhe këtë që ne cilësinë e parë të bitumit prej 100 vitesh e kemi që dhe rrugët e Francës ende shtrohen me bitumin e Selenicës, ndërsa Shqipëria i shtron me bitumet e cilësisë dobët marrë nga Bangladeshi rrugët e Shqipërisë. Pra, kjo është kapitulli i mjedisit që ne nuk e meritojmë të jemi antar të BE-s. Zoti Vava, lutem edhe diçka tek kjo për ta mbyllur, ka dalë për konsultim një projekt ligj nga qeveria që u jep të drejtë shtetasve të huaj që të blejnë tokë në Shqipëri. Tani, çfarë do të thotë kjo dhe pas kësaj lëvizje në këtë edhe situatë gjeopolitike, ndoshta izraelito arab janë ngritur shqetësime pa futur pjesën e fqinjve. Për ju ku e shikoni Shqipërinë mas 10-15 vitesh mas kësaj, se ata që do vinë do blejnë dhe tokën? Po ju them në vendet e Bashkimit Evropian, një shtetas jo i BE-s, domethënë shqiptar, Greqi, Bullgari, Rumani, Portugali, Spanjë, Itali, mund të blejë apartament. Mund të blejë edhe shtëpi përdhese me tokë me bache, por nuk është zotrues i tokës dhe i bachesh. Është zotrues vetëm i ndërtimit ndërtimor, domethënë vetëm objektit strehues të shtëpisë, por jo të baches të tokës. Tash qeveria jon nuk ka ministër, nuk ka deputet. Një është atje, një pasha është atje, një mbret, Edi Rama. Çfarë thotë Edi Rama bëjnë ata vasalët që i ka aty? E shesim Shqipërinë, e shesim thënë ata. E shpallim Ramën mbret, e shpallim mbretën vet. Pra kjo tregon që neve nuk jemi vetvetja. Ministra, deputeta, keni parë një deputet PS ka vite ta kundërshtojë zotin Rama, apo një ministër t'ia thotë kjo gjë nuk bëhet? Pra ky ligj është tepër i rrezikshëm për të ardhmen, sepse ti po e aprovon sot një ligj, por nuk e çbën dot nesër. Sepse me 2/3 që ti do ta votosh këtë ligj, me 2/3 duhet ta çbësh. Pra, t'ja shesim tokën, por duhet ketë nën ligje. Ti zotëri po e blen këtë tokë, po e ke në përdorim. Nuk e ke ëndën. Për shembull në Kosovë, një shtet i brish krahasim me Shqipërinë, duke mos u njohur në KB, ka ligj atje që 99 vite ke drejt ta blesh dhe apartamentin. Si huaj, nuk është joti mas 99 viteve. Tokën jo, në Kosovë për shtetas është. Pra atëre, si mundet ti ta blesh? O burra, ne jemi vend shumë i varfër. Sidomos qytetet e Shqipërisë, po ti shikoni tregun nga Elbasani deri në Korçë, është shumë i lirë toka, shumë e lirë toka. Dhe mund blen ata me 30.000 euro, blen tokë sa dush dhe vinë si familje, vende nga Bangladeshi, nga India që ta punojnë tokën dhe jetojnë këtu. Ato thonë jemi në tokat tona, punojmë tokat tona, janë shoqëri të mbyllur, ato nuk i interesojnë. Po bëjnë 10% duan shkolla, duan institucione. Po, dhe shteti shqiptar i brish nuk do ketë kontroll brenda shtetit. Dhe shumë shpejt fiset huaja që do vinë, familjet huaja që do vinë, mund ta rrëmbejnë dhe shtetin shqiptar. Mos ju duket çudi kjo, sepse ne vetë po e braktisim. Të tjerë do vinë, do ta marrin nga brenda dhe e marrin shumë thjesht. Shqipërinë mund ta pushtojë me rreth 2000 veta nga Bangladeshi apo India, mund ta marrin Shqipërinë brenda natës, domethënë në çdo aspekt. Ne nuk kemi unë. Neve termologjia jon, fjalia jon atje në Shqipëri është një, kemi time book, të rrojmë, e shesim fshim nuk ka bërë. Por nuk i bëjmë pyetje vete, gjysha së gjysha tyre, pse kanë mbrojtur atë Shqipëri dhe pse kanë luftuar për pavarësinë e Shqipërisë. Pra nuk ka familje në Shqipëri që gjysh apo së gjyshi nuk ka luftuar për Shqipërinë. Unë jam i bindur që të gjithë ata 3-4 milion sa ka qytetar Shqipëria, që të gjithë e kanë kontributin e tyre për ekzistimin e shtetit shqiptar, të gjyshëve dhe së gjyshëve tjerë. Pa folur për prindit e tyre që kanë punuar vullnetar në rrugët, në hekurudha apo në ndërmarrje të tjera të montimit të uzinave. Dhe më vjen keq kur ngjoj të tilla fjali apo të tilla mendime nga njerëz që le ta shesim Shqipërinë s'ka ç'na duhet.